Dëmtimi i rej Manajt ka ardhur në momentin më delikat ku prania sulmuese të kombëtares shqiptare në fushën e lojës do të kishte qenë e rëndësishme për Kuqezin, por edhe për klubin e Sivasporit i cili po lufton për të qenë pjesë e play-offit për ngjitje në Super League. Manaj u raportua se do të qëndronte jashtë fushave të lojës për 2 apo 3 muaj, me mundësinë reale që të kishte mbyllur sezonin pas këputjes muskulore në kofsh, por sipas trajnerit të Sivasporit, Ismet Tashdemir, ekziston një mundësi që sulmuesi të kthehet më shpejt në fushë. Trajtimi i tij për rekuperimin ka filluar, ndoshta Rei mund të jetë gati për 2 ndeshjet e fundit në sezonin e rregullt, shpresojmë nëse jemi ende në gara so kohë dhe pastaj të arrijmë zonën e play-offit që ndoshta ai të jetë një forcë më shumë për ne në play-off, tha trajneri i Sivasporit. Trajneri kombëtares shqiptare Silvinho me siguri nuk ka qenë shumë i lumtur kur ka parë ndeshjen e sotme mes Beşiktaşit dhe Kashim Pashës në kampionatin turk. Tekniku Kuqezinve pritet që të publikojë listën e lojtarëve të grumbulluar për ndeshjet play-off të botrorit 2026 të shtunën dhe ka pësuar dëmtime të njëpasnjëshme të disa lojtarëve kyç. Pamjet e sotme të Kristian Aslani duke dalë nga fusha e lojës në pjesën e dytë, padyshim që duhet të kenë shqetësuar trajnerin e kombëtares. Futbollisti ishte titullar në radhët e Beşiktaşit dhe zhvilloi një ndeshje mjaft të mirë, por pak sekonda para se të linte fushën e lojës për të zëvendësuar rregullisht në minutën e 71, ai mori një goditje në këmbë dhe doli më pas duke shtrënguar dhëmbët dhe duke çaluar dukshëm. Në stafin e Kuqezinve shpresojnë që kjo të jetë vetëm një goditje pa pasoja për Aslanin i cili është i padiskutueshëm në mesfushën e kombëtares dhe vetë trajneri Silvinho i ka besuar atij orientimin e ekipit në të 2 fazat e lojës. Legjenda e futbollit botror, polaku Zbigniew Boniek ka dhënë një intervistë për Rai Radio Uno duke komentuar dhe kualifikueset e Kupës së Botës. Ai e ka nisur fillimisht duke shprehur bindjen se Italia do të siguronte kalimin në fazën finale të turneut. As nuk e imagjinoi që Italia të mos fitojë me Irlandën e Veriut në shtëpi. Problemi është ndeshja teke jashtë fushës kundër Walesit apo Bosnjës mund të jetë rrezikshme. I uroj Gattusos dhe të gjithë ekipit që të arrijë të shkojë në botror pasi kam nipa që luajnë futboll, janë tifoz me Italinë dhe duan ta shohin në botror, tha fillimisht Boniek. Më pas ai u ndal te Polonia, e cila është në mini grupin ku gjendet edhe Shqipëria, me të cilën do të ndeshet në takimin e gjysmëfinales në Varshavë. Të mos shkosh në botror është një dëm, sidomos për fëmijët të cilët duan të ëndërrojnë. Sa i përket Polonisë, kemi 2 ndeshje të ekuilibruara dhe të vështira. Në fillim me Shqipërinë në shtëpi dhe më pas eventualisht me njërin me Suedisë dhe Ukrainës në transfert. Në teori jemi favorit, si Italia, tha fillimisht ai, por Boniek nuk është një tifoz i botrorit me një numër kaq të madh skuadrash pjesëmarrëse. Sinqerisht nuk jam pro një botrori me 48 skuadra, janë shumë, nuk do rrit cilësinë e ndeshjeve. Tani është më e vështirë të kualifikohesh në botror se sa të kalosh grupin e botrorit, tha ikona e futbollit botror. Robert Lewandowski ka folur hapur për vështirësitë që ka pasur këtë sezon dhe të ardhmen te Barcelona, por sulmuesi polaku ndalte te ndeshjet e marsit ku Polonia e tij do të përballet me Shqipërinë në Varshavë për një vend në botror dhe vetë Lewandowski e pranon se do të jetë një ndeshje e vështirë. E fillova sezonin me vështirësi, pata 2 lëndime dhe ishte e vështirë të rifilloja, por tani na presin shumë ndeshje në janar, shkurt dhe mars deri në fund të sezonit. Jam i përgatitur mendërisht që në këtë pjesën e dytë të sezonit duhet të jem fizikisht i gatshëm të bëj gjithçka të mundur për të shmangur lëndimet dhe të jap më të mirën time. Na presin kundërshtar të fortë në play-off, nuk do të jetë lehtë, por luajmë kundër Shqipërisë në shtëpi me mbështetjen e tifozëve tanë dhe kjo do të ne jap një shtysë ekstra. Nuk kam shumë dashuri për ish-trajnerin ton, kur mora vesh që po më hiqnin shiritin e kapitenit tuaj se rash nga karrigja, por e lash pas dhe shkuam përpara. Të arrish në maj nuk është pjesa më e vështirë, që të qëndrosh aty është ajo që vërtet ka rëndësi. Për 15 ose 20 vjet duke luajtur futboll kam pasur nevojë të testoj dhe të tejkaloj kufijtë e mi fizik, mendor dhe psikologjik. Kam prishur shumë mure për të arritur këtu dhe për të provuar që është e mundur.
Polonia ka mbërritur në play-offin e botrorit si skuadra e renditur e dyta në grupin G të kualifikuesve pas krahave të Holandës, me të cilën e regjistroi 2 barazime. Ecuria e saj në këtë edicion u shënua nga jo pak probleme, ku më i madhi ishte zënka në fillimin e edicionit mes trajnerit Michal Probierz dhe Robert Lewandowskit, të cilit ju hoq shiriti i kapitenit. Sulmuesi deklaroi se po të riqej nga ekipi kombëtar për sa kohë ishte Probierz në drejtim duke shkaktuar kaos te Polonia. Kjo dhe humbja 2-1 ndaj Finlandës në qershor bën që në fund të ishte trajneri Probierz ai që të tërhiqej, duke dhënë dorëheqjen me Jan Urban që mori vendin e tij, ndërsa Lewandowski u kthye në ekip. Në ndeshjet e mbetura, Polonia regjistroi 3 fitore dhe 2 barazime ndaj Holandës, por ato nuk mjaftuan për t'i marrë vendin e parë në grup tulipanëve, duke detyruar skuadrën polake të kalonte nëpërmjet play-offit, ku tashmë si kundërshtar të parë do të ketë kombëtaren tonë. Kombëtarja polake i ka mësuar kundërshtarët e saj në fazën eliminatore për një vend në Kupën e Botës 2026. Ndoshta kishte dhe rrugë më të mira, komentoi Cezar Kuleza, presidenti i Federatës Polake të Futbollit. Ai gjithashtu nuk e përjashtoi mundësinë që një finale e mundshme kundër Ukrainës të luhet në Poloni. Kombëtarja polake përfundoi e dyta në grupin G të kualifikuesve të Kupës së Botës 2026 dhe do të garojë në ndeshjet eliminatore të pranverës për të kualifikuar për turneun e vitit të ardhshëm. Nëse skuadra e Jan Urban po Shqipërinë, ata do të përballen ose me Ukrainën ose me Suedinë në ndeshjen vendimtare. Ai nuk e fsheu faktin se polakët teorikisht mund të kishin tërhequr kundërshtarën më të lehtë, megjithatë përparësia e tyre sigurisht mbetet kualifikimi për Kupën e Botës. Është e vështirë të thuhet nëse fati ishte në anën tonë apo jo. Ndoshta kishte edhe ndeshje më të lehta, por na ra shorti ashtu siç na ra. Duhet të fitojmë këtë ndeshje. Askush nuk do të na jap një bilet falas për në Kupën e Botës, vuri në tukje presidenti i Federatës Polake. Gjysmëfinalet do të luhen më 26 mars, ndërsa finalet janë planifikuar për më 31 mars. Presidenti paralajmëroi se situata skuadrave individuale mund të ndryshojë në muajt në vijim. Paraqitjet eliminatore janë vetëm 4 muaj larg dhe pa jo auruar askujt mund të shfaqen dëmtime në këto ekipe. Lojtarët mund të ndryshojnë klube, ndërkohë dhe forma e disa lojtarëve ndërkombëtar mund të ndryshojë. Shumë faktorë do të ndikojnë në ekip para eliminatoreve. Le të shpresojmë që t'i shmangim dëmtimet. Lojtarët tanë janë në formën e tyre të jetës. Kemi shumë fat futbollistik dhe ja dalim të kalojmë eliminatoret, shtoi ai. Kombëtarja shqiptare nuk mund të ndëmvlerësohet, siç e zbuloi vetë Fernando Santos. Ekipi i tij posoi një humbje 2-0 në Tiranë në shtator 2023 dhe portugezi dha dorëheqjen si trajner disa ditë më vonë. Shqiptarët janë një ekip shumë i mirë, veçanërisht në shtëpi. Gjithmonë ka shumë mbështetje në stadiumin e tyre, të gjithë reagojnë me entuziazëm. Ne kemi luajtur kundër tyre, kështu që e di si është. Është e vështirë të luash kundër tyre. Këtë herë avantazhi ynë është se po luajmë në shtëpi, është gjithçka në mendjet dhe këmbët tona, tha Kuleza. A do të arrijë një marrëveshje Federata Polake e Futbollit me ukrainasit nëse një finale e mundshme kundër Ukrainës mund të mbahej në Poloni? Ekziston një mundësi për vendimi u takon ukrainasve, e gjitha varet nga ajo që bëjnë ata, nëse duan të luajnë në Poloni apo të kërkojnë një stadium tjetër në Evropë. Duke i njohur tifozët tanë, ata do të udhëtojnë për në ndeshje dhe do të ketë mbështetje entuziaste prej tyre, vazhdoi timonieri i Federatës Polake. Rekordi Jan Urban si trajner deri më tani është 4 fitore dhe 2 barazime. Polonia ja doli mban kundër Holandës, por në Malta ta luftuan për të siguruar 3 pikë. Kemi marrë 4 pikë në 2 ndeshjet e fundit, luajtëm në kushte të barabarta kundër Holandës, një kundërshtar i nivelit të lartë. Sigurisht që pati një qetësi të lehtë kundër Maltës, por në fund fituam dhe morëm 3 pikët. Jan Urban bëri gjithçka që mundi. Nuk mendoj se ka dikush që do ta kritikonte punën e Jan Urban. Jemi të gjithë të kënaqur me punën e tij. Kemi një staf trajnerësh gjithashtu të zgjedhur nga trajneri dhe të gjithë po punojnë mirë dhe kjo po sjellë rezultate, përfundoi Cezar Kuleza. Gjysmëfinali e ndeshjeve play-off të Kupës së Botës 2026 Poloni-Shqipëri do të luhet në 26 mars të vitit të ardhshëm në orën 20:45. Ish futbollisti polak Marek Kozminski komentoi shortin e hedhur ditën e sotme në Zvicër, ku deklaroi se dueli me Kuqezinët nuk do të jetë një shëtitje për ta.
Në këtë fazë ne jemi favorit, nuk ka dyshim për këtë, por nuk do të jetë një shëtitje. Do ta luajmë ndeshjen e parë në shtëpi. Kjo do të jetë vlera jonë e shtuar, pasi është më e lehtë për ne të luajmë si pritës. Pres që do ta kalojmë Shqipërinë dhe pastaj mbetet pyetja se me kë do të përballemi në raundin e dytë, Suedin apo Ukrainën dhe mbi të gjitha ku do të luajmë. Ata janë një kundërshtar brenda mundësive tona, megjithëse kohët e fundit na treguan në shtëpi se ishim padyshim më të mirë, përfundoi ai.